Ky është një tregues i qartë që Partia Socialiste është e lidhur me shtetin, pra pushteti dhe shteti janë bashkë dhe ky ishte një fakt konkret që u publikuar që të binden qytetarët shqiptar që me këto makineri nuk shkon dot në Bashkimin Evropian pavarësisht çdo rezultati që mund të vijë i mundshëm në këto zgjedhje. Dua të sqaroj opinionin publik se në rast se merr me korrupsion dhe me presion vota, ato vota nuk janë origjinale, ata thjesht janë vota të ndikuara. Kjo nuk do të thotë që nuk kanë legjitimitet për sa i përket numërimit të votave, po thjesht ka një tjetër gjë, të cilën subjektet politike nuk e kuptojnë. Është gropa që i hapet pikërisht Partisë Socialiste, e cila me zë dhe figurë duket qartë që përdor shtetin për arsye të pushtetit, që do të thotë shteti dhe pushteti janë një me Partinë Socialiste. Këto fenomene janë fenomene të cilat i kemi parë shumë vite me radhë, nga dita kur ka ardhur Partia Socialiste në pushtet, nga 2013 e deri më sot ne e shikojmë këtë gjë. Po nuk ka rëndësi konfliktet, ka vetëm një rëndësi që duhet të përcjellim sot mesazhin tek qytetarët. Meritokracia është një fjalë e cila duhet të përdoret edhe në praktik, jo thjesht vetëm në teori, duke përdorur meritokracinë, konkurencën, garën dhe debatin. Këto duhet të edhe në praktik të vendosim, të njëjtat standarde dhe të jenë standarde të cilat nesër do të aprovohen nga Bashkimi Evropian, sepse nëpërmjet meritokracisë ne mund të arrijmë gjithçka të mirë për interes të çdo qytetari, po jo për interes të disa punojësve të shtetit, të cilët me justifikimin se kanë bukën e kalamajve të mi, po punojnë për partinë në pushtet. Në rast se punon për bukën e kalamajt të tu, shko, puno aty dhe mos u bë shërbëtor i asnjë personi i cili të ndikon ty që të bësh presion tek persona të tjerë. E thon qartë shqip. Buka e gojës që të pengosh jetën e çdo fëmijë shqiptari, të pengosh zhvillimin e demokracisë, të pengosh mirë ekzistencën e çdo njeriu dhe mirëqenien e tij, kjo do të thotë është krim, nuk është justifikim. Po nga ana tjetër, si ju duket reagimi i Flamur Nokës në një nga KZZ e Vorrës, i cili shkon hapur dhe kërcënon një prej votuesve, po themi të paktën siç ishte prezantuar në këtë qendër? Ai nuk ishte votues, ai thjesht ishte një punëtor, një person i cili ishte vendosur për të thënë që është një votues i cili pengohet nga Flamur Noka, po në realitet jo. Ju ftoj të shikoni Vision Plus, gazetarja prezantuesja bashkë me gazetaren reportere që ishte në terren, i thot qytetarit: hajde tani dhe voto përderisa Flamur Noka të ka penguar. Ai çfarë bëri? Refuzoi, tha pse kush jeni ju të më diktoni mua kur do të votoj. Pra fakti konkret që ai mashtronte publikisht ndërkohë që kishte votuar në mëngjes dhe bënte presion ndaj qytetarëve aty, në atë zonë. Dhe oferta dhe apeli menjëhershëm i gazetarëve që eja të monitorojmë se si voton, që të shikojmë pse ai të ka penguar dhe të diskreditonte në një farë mënyrë Flamur Nokën, kjo gjë nuk ndodhi. Që do të thotë, ky ishte një mashtrim. Dhe ajo që është më e çuditshme te këta shërbëtorët të këtij regjimi, tha kush je ti, kur ndërkohë kur ishte Flamur Noka i thoshte mediave, hajdeni më sillni mikrofonin se du të shprehem kundër Flamur Nokës dhe fliste kundër Flamur Nokës. Pra, atëherë kur doni mediat ishte të gatshëm të raportonim dhe të flitshim përpara mediave, dhe aty kur media Vision Plus e ftoi dhe i tha, hajde të shikojmë se si do votosh, ai refuzoi duke treguar arrogancën, sepse këta individ, të cilët janë arrogant, janë të dobët. Ju a them me plot bindje këtë gjë. Arroganti ka një
sjellje tjetër, e cila ka sjellje të cilën nuk është moment ta diskutojmë, është gjë tjetër kjo. Por unë dua të them si fakt që ky ishte një mashtrim, por vajtja e Flamur Nokës me imunitet dhe si deputet ishte treguesi i qartë se si presioni ekziston në qendrën e votimit nga shërbëtor të këtij regjimi. Po a ishte legjitimuar mënyra se si shkoi, sepse në fund u kallëzua për kanosjet pjesëmarrësve në zgjedhje dhe një deputet që shkon në atë mënyrë dhe prezantohet në atë formë dhe gati konfliktohet fizikisht me një votues, po themi potencial në pamje të parë, por që më vonë ka rezultuar i tillë. Shërbëtor. Po është legjitime sjellja e Flamur Nokës, kjo është ideja. Po, ju them unë, kur të procedon partia në pushtet, nëpërmjet policisë së shtetit, që është bërë pushtetit, Partia Socialiste, dhe kur të procedon SPAK-u, është një vlerë e shtuar tani e tutje. Nuk ka më rëndësi a ti ke bërë vepër penale, a dyshohet që ke bërë vepër penale. Për Partinë Socialiste ekziston kushtetuta e 1976, në 104, paragrafi 2. Kjo gjë ndodh sot në 2025 me mënyrën se si policia referon me njëherë prokurorisë, prokuroria regjistron me njëherë procedimin, SPAK-u zgjohet për të bërë PR-in e radhës dhe për të dalë dhe për të kapur çfarë të kapje. Një SPAK i cili ka dështuar totalisht me kapjen e krimit organizuar që vriten fëmijët, edhe gratë e botës këtu, edhe kemi ngjarje terroriste, edhe ai i procedon sikur janë ngjarje të zakonshme. Ky është fakt. Dhe jo këto që bëjnë këta alibin e këtyre që u zgjua gjithë policia e shtetit dhe procedoka të gjithë për te Parti Socialiste. Si ka mundësi kjo gjë të ndodhi në këtë vend? Po si do shkojmë në Bashkimin Evropian se do Edi Rama dhe Partia Komuniste dhe bandat komuniste të cilët kanë marrë me parat tona bën pasanik njerëz që nuk ja vlen të marrin €1. Tjetër të marrë një biznesmen i cili ka një cilësi të caktuar dhe tjetër të marrë një person i cili ka një bandë kriminale edhe është antar i bandë terroriste dhe terrorizojnë qytetarët për të votuar. Ka diferencë. Kjo ishte pamja që tregoi Flamur Noka. Pavarësisht çfarë bëri, edhe si kur të shkonte edhe me lule atje, edhe me trëndafile edhe me betalet e Partisë Socialiste, përsëri proceduar do të ishte. Po ju e mendoni do të këtë fakt që ngjova unë nuk e dia është e vërtet. Gjingjoni u procedua sepse ka kërku votën të një qytetar, policia e partisë e ka bërë. Kemi ikur nga ajo dhe unë i qëndroj asaj çfarë kam thënë tek ju. Personalisht nuk kam përfitim a do ta fitoj PD-ja apo PS-ja, nuk më intereson fare, se unë avokat jam edhe do mbetem avokat. Po e rëndësishme është kjo. Ju kam thënë ju këtu, jemi në kushtetutën e 1976 ku prokurori bënte gjithçka. Dhe sot u provua qartazi që policia e shtetit dhe prokuroria bën atë çfarë ishte bërë në atë kohë. Sot është provuar qartazi, nuk flas për fitore, këto nuk më intereson. Po është provuar qartazi që Partia Socialiste edhe me SPAK-un në këmbë që i thoshte me PR-in, e kemi komentu besoj, më t'ja kujtojmë popull, se 3 ditë i harrojnë pas e thënë se tha ky. I kemi thonë që ka bërë PR duke njoftuar që po shkoj vizit në Fier, në Lushnjë, në Vlorë, në këtej, dhe çuditërisht ka arrestuar gjithë të PD-s, edhe gjithë të opozitës. Shkoj në Shkodër duke arrestuar kryetar të PSD-s, ndërkohë që pushtetin e ka Partia Socialiste. Edhe për PSD-n që ka dalë hapur kundër koalicionit me PD-n.